U rikëthyom në studiet e ndëruar shikues, tashmë jeni të njoftuar që kemi Blerën këtu, Bleri Muharremi, dhe do diskutojmë për projektin e tij të fundit, Pse. Pse Blero? Pse dhe? Mirë se erdhe, mirë mbrëma. Mirë se i gjej edhe ne përrime për emision dhe shpresoj që bishkuan marrë mirë. Faleminderit. Ka kënaqësinë që jam afër teje edhe venda se jam në Trovizër. Po, faleminderit shumë dhe kam kënaqësinë që së bashku do e shpalosim edhe projektin e fundit dhe do diskutojmë edhe tema të ndryshme dhe do nisja që keni qenë ndoshta më i përfolur medial, personi më i përfolur medial. Na tregon çfarë ndjenje është që kur çosh mëngjes me kliku të gjitha portalet me të qenë një shkrim për juve. Ma shumë se Albin Kurti dhe më thashja? Ma, besoj që po. Keni qenë ngarë me ta. Një qitë një darë këta dy unë edhe me thonë hajde dalëm diskutuar asë të diçka. Me diskutuari, po. Mund është lirish me bo një krasim të tillë. Ja, s'po di, është ndjenë pak e përzime se qa me thonë është na folën e para misionet s'kom pas kur qef me ka njëta em një farë mënyrën me mri nështë ta nivelin e telenoveles edhe është pak e bezdishme, pak e po shumë, por po din gazetarët mi marë qka dhe që të më në intervjista, kjo është, dhe ditë të fundit qëto që janë mas videoklipit, janë aja që i qujën e PR Weeks, kuptimin që mi ba normalisht mi supportu projektin tim që e kom Aleksin, edhe thjesht që është shumë normale në botën e showbizit, në botën tonë. Po, mas e ndaj gazetarët po dini marrë qka që thamon edhe bojnë titull, shkrujnë. Nështë ta më shumë i apë një rëndësi titullit sa për mbajtjes të tekstit. Në shumicën e rastëve. Ata e gjeni titull goditës edhe mas e ndaj henjeri lexon edhe garant. Jo garant, po nuk shënaj sa në interesant ta. S'po di qa me tonë, veç shumë kësha pas që më folë më shumë për punën tem, se me të vërtet nuk është veç që bëjnë akon, gjirojnë, dalëm, hajde të shumë bëjnë një projekt. Kjo projekt me titullin Pse është një projekt i menun bajeg i mirë dhe është një kohë gjatë, nuk është projekt... Urime për projektin e fundit. është duke u pritur mirë, duke u klikuar, duke u dëgjuar kënga, si duke që kanë hyrë më shumë në qef baladat kohëve të fundit. Po e gjenë vetë më shumë aty, apo është tregu që po e kërkon? Qa me tonë, ndoshta na e logaritëm edhe punën e koha vitore që është në koha, qasë e koha, në më thonë është pak, nuk është verë dhe s'mund është me... Ju përshtatin e sezona, me sigurim. Pa tjetër, edhe nuk mund është me lansu diçka. Por, me të vërtet kanë muhabit mas kësaj balade që ka ku me lansu, shtu që të tjetë diçka këtë ndryshe edhe ke fjalla ndryshe që kam bo krejtë, ndryshe. Impresim ndryshe. Besëm që të tjetë diçka një kombinim shumë interesant, edhe as pak i pritur nga njerës, nga fansat, edhe shpresoj që kam i pëlqy se... Do t'jetë duet sërish, apo do t'jetë? Do t'jetë me një vokalist, por nuk është duet direkt. Kur thëmë, është pak ma interesant, është ma interesant. Të këshyrëm. Të presim, gjithë shka po presim. Mirë, si po t'jetë puna, si është pritur, thash që është klikuar, është pritur, është duke u dëgjuar, mjaftë mirë, kjo pjesë. Po esë mirë, tek i fundit është ajo ku na një farë mënyrë është përblehemi me punën që këna bë. Komentet cilat janë kryesisht? Nuk e di. Kur i takoj njerës se s'lim të akom rrugë, për gëzon për projektin, normalisht edhe më vjen mirë, po komentet, kuptimin që nëse i marru komentet e që i shkruj njerës në rrjetet sociale, shkruj njerës që ka dojnë, do më thonë, ka komentet mira, komentet këqija, ka komentet mesme, është shumë normale, po më nënsi komentojnë, klikojnë edhe jo interesant. Po une nuk bazona këto, une bazona asë në klikim, asë në këto gjona, bazona thjesht kur dalë në koncert edhe kënaj kangën. Edhe din të gjithë. Nëse nali muzikën, këtë ekonomi me mua atër, qaj është mu matësi i projektit. Unë besoj që edhe regjia është gati tani që të na ilustrojnë bisedën edhe me klipin tënd. Po, tani kemi. Atëherë, do doja të di më shumë nështë edhe për pas projektit Jo-Jo, që keni bërë me Onatin. Onatin, po. Keni vendosur që edhe me një reper tjetër të jeni sërish. Aleksi është
Edhe është vendasioni. Po, jo shumë i njohur, por Është i ri, gjithsesi është projekti i shumë me parë. perspektivë. Pa diskutim, besoj shumë talentina edhe djali ka vullnetin, i ka të gjitha ato që mendoj unë për fillim që i duhen një talent i ri. Që do të punoj shumë me ta, ne kemi projekte shumë afatgjate, nuk është që bën një këngë Aleksi dhe tash ju kam përkushtu bajke shumë Aleksit edhe besoj që do të ketë nështë një ledër i ri në skenën në atë aspektin në skenën tonë, kështu që të kësyrëm. Shpresojmë edhe ne. Flitet për tradhtin në këtë këngë dhe kam kuptuar, kam lexuar, kam dëgjuar që jeni nisur nga jeta juaj private. A jeni i tradhtuar apo jeni ndjerë i tradhtuar ndonjëherë? Ne jemi shumë shpesh edhe tradhtuam edhe gëzum edhe domethënë këtë varet për jetës s'ka njeri që nuk unë i trahtu më herë, kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe. Flitet kjo me ngjarjen e fundit dhe ndarjen nga bashkëshortja? Aty kisha pasur jemi majt shumë private sepse është çështje shumë private. Nuk do të diskutoj atë aspekt, por nëse në tekst flitet për tradhti atë po foli për sepse njerëz një tradhti që ju ka ndodhur. Ka ndodhur në jetë, nuk kam caktu kohë. Po. Jeni ardhur e armatosur sot apo civil? I lash në shesh, atje tash kam shkuar për të më shku. Mirë, për sot është do të edhe. Se niva që ka demonstrata, që ato protesta. Shpresoj që të qëtësoj gjatë nësa ma shpejt, sepse është për të mirën e vendit tonë. Qyto që tjetë... Keni proces gjyqësor sa i përket një deklarat e juaj që ku keni lënë armën gjatë një kamere të fshirë në njërë nga televizionit tonë? Jo, s'kam asnjë proces gjyqësor. Absolutisht, kam qenë normalisht në polici, sepse ju ka interesu. Realisht... Nëse keni armën me leja, apo jo? Unë s'kam armë. Kështu që nëse keni armë, i bjen si me pas armë. Po, ju kanë pyetur me siguri. Po, ata kanë vetë, a ki as ki, normalisht s'kam edhe... Por, që me tonë, ata bojnë detyrën e vete, kam pas shumë presion mediatik policia, edhe normalisht më kanë thirrë, më kanë marrë në pyetje. Nuk është ndaj sen që duhet më marrë shumë serioz, se unë jam i rritur dhe i di ligjet për asaj jam babë dhe nuk diskutohet që çështjet e tilla ndodhin mu. Kështu që nuk besoj që është desh me marrë shumë serioze kjo punë, po ja që çka do të bëj po merret shumë serioze. Po, diçka ke qenë do thot në syrin e medjave, ta në kohën, të kanë përcjellur çdo lëvizje, kur ke pi kafe, kur ke bo foto, kur ke publiku diçka ndaj selfie apo diçka tjetër. Kështu që çfarë i ka bërë atë, çfarë po i bën media që po jenë atë tërheqës për ta? S'po di, sa me thonë, veç garant nuk ka që nëjsen personën e mu, aty ju intereson klikimet e portaleve tyne dhe normalisht që është shumë interesant. Në ndërkohën jam në njëre që foli qka të një dhe nuk foli pa rezerva. Normalisht pa e fëndu kur askënd, sepse kam kulturë t'il familjare. Po për ata ju doke interesant. Shpresoj që të tjertë duhet pa se kamera duhet që kanë thjesht në mendje më shprejhe dhe thjesht është shumë normale me thonë që njën, sepse për ndryshe nuk s'mosh me vazhdu me kanë falsë në kuptimin e shprejheve, postimeve, mendimeve, tutje, kështu që në është ta që i ka po interesant njerëz edhe gazetarët që unë jam qaj që jem edhe me një fjallë të gjithën se japi 5 pare që ato tjetëri. E respektoj shumë, por e thamë që anë i. Po. Po jeni më shumë Kosovë, më shumë jashtë, si po gjindëni sa i përket aktiviteteve tuaja, kulturore dhe aktivitetet? Kohëve të fundit, normalisht vikenet jam në stop jashtë dhe për para, po mënoj ma herët shkojsha të premtë, nuk të isha dilën më nxez, tash po shkojt premtë në pishty, deka e hanja, deka e martja. Ke arsye nështë më shumë tash? Po, do më thonë, po jam bajegi shumë jashtë, kështu që po kur po vi, po fokusona shumë në taren, normalisht edhe në studio. Dhe në afroren, sa ko po kalon? Me afronen mirë, me afronen po shkon mirë. Është një lidhje e shnoshme në jene, jemi në fillim, edhe po besoj që ka më ndodhë diçka e bukur, edhe
Punina mirë, ajo punijet mirë. Ne po I presim të ndodhë vitet e juaja kështu me këngën e re, pas ka me pasë diçka të reja që të ndodhë diçka e bukur. Shtatë zonë nuk është tana jo. Mirë, si djetë atë. E presim, se më siguri diçka të reja. Besoj që ka kohë për gjithë shka. Besoj që është shumë e rëndësi mu njohë me dikon herë mirë dhe mos me gabu. Po, më shpresoj që do ta kesh jetën kështu si që dëshiron dhe tani e keni dhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij edicioni. Unë besoj që do të takohemi edhe projekte të tjera. Po ti dhe ka si jam. Edhe një, falenderoj shumë Leron. Punë të mbarë. Të nderuar shikues, ju rikthyem në studio, tani është koha për një bisedë krejt ndryshe nga biseda që e patëm me këngëtarin Blero. Sot në këtë bisedë e dytë kemi planifikuar të flasim me njërin nga sportet është I cilësuar si sport, bëhet fjalë pra për gjuetin, edhe kam të ftuar zotëriun Bajram Batusha, shefi divizioni për ekonomi pyjore, zona të mbrojtura dhe gjueti, nga Ministria e Bujqësisë. Mirë mirë sërë dhe zotëri Batusha. Mirë, mirë së vëgjetëm. Nuk di nëse e thash drejt apo gabova që konsiderohet si sport gjuetia? Po, gjuetin mund të quajmë edhe si sport. Rekreacion, si po, më tepër është rekreacion, po, gjueti sportive dhe rekreacion. Po, këtu janë llojet e gjuetis apo ka dhe të tjera? Jo, kemi edhe lloje tjera të gjuetis. Jo është gjuetia për qëllime shkencore, që konkretisht zhvillohet për hulumtime shkencore në Kafshë Tegra, për studimin e fakultete, universiteti, në shkolla e kështu me radhë. Zakonisht, në këtë lloj gjuetia bëhet me qëllimet e hulumtimit të Kafshëve Tegra, sepse dim se Kafshët Tegra përveç janë të dobishme, janë edhe të dëmshme, janë bartëse kryesore të disa smundjeve. Prandaj, kjo gjueti për qëllime shkencore bëhet me qëllim të zbulimit, se ndonjë kafshë mos është e semur me ndonjë virus që tani është edhe bartës, edhe të njerëzit, edhe të popullatës, kështu që për shembull që kemi rastin e tërbimit, që bartës kryesore e kësaj smundje është dhelpra, ujku dhe disa lloje të gjitarëve, mortaja klasike e derave të egër. Pastaj kemi ndëgjuar për gripin e shpendëve, po për fat të mirë në Kosovë nuk kemi pas. Nuk kemi as tërbim, as mortaj klasike. Pas etheteminjeve, nëse nuk e bëj ka që njëra prej viruseve që është diskutuar për etheteminjeve dhe të tjera. Po, ajo është tjetër, dilami tjetër, po saj për këtë gjuetis, to Kafshët Tegra, pra janë bartës të disa smundjeve, si së thamë tërbimi, mortaja klasike, pastaj gripi I shpendëve, ka qenë aktual vitin 2005, ku disa shtete kanë qenë të rrezikura, për fat mirë në Kosovë kemi pas. Për ndryshe ne bashkëpunojmë me Ministria jonë me Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit, ku për fat të mirë që nga viti 2010 është duke u apliku projekti mendimin e Bashkimit Evropian për parandalimin dhe shrenjosën eventuale të smundjeve të Kafshëve Tegra, tërbimi, si thash dhe mortaja klasike. Projekti është ende duke vazhduar deri në vitin 2016, kështu që për fat të mirë, sipas të gjitha analizave, deri më tani nuk kemi shfaqje ose prezencën as të tërbimit, as të mortajës klasike. Kështu që jemi me fat në këtë rast. Jemi me fat, po duhet të përmendim se ky projekt, ky trajtim që është bërë është në region I pari është Kosova, pastaj kanë marrë shembuj edhe republika tjera fqinje, si Maqedonia, Malezi, Serbia, Shqipëria, sepse kafsha egër nuk njeh kufi. Ajo nuk njeh kufi. Mundet dhelpra prej Shqipërisë ose prej Malezi e infektuar të kalon në teritorin e Kosovës duke e duhet pasaport. Nuk e duhet pasaport. Kështu që kemi bashkëpunu me këto shtete që spaku të parandalojmë këto smundje dhe keprusa. Po.
Do doja të ndalëm tek zonat e mbrojtura, se çfarë kuptojmë me zonat e mbrojtura? Po, në gjuhëti me zonat e mbrojtura kuptojmë zona ku zakonisht gravitojnë kafshët e rralla dhe të rrezikura, siç është ariu, reçebulli, dhia egër, kaprolli, dhe që pastaj shqiponja, pula e egër, gjeli egër, thëllanzat, qoftë fushore, qoftë gurore, e disa lloje të rralla. Prandaj ne i quajmë zonat e mbrojtura. Në këto zona nuk gjuhet fare, gjuhet vetëm nëse kemi mbi popullim të këtyre llojeve, me një leje të veçantë nga Ministria dhe me kërkesën e menaxherit të vendgjuhëtisë. Dhe për cilat specie nështë mund të themi që janë në zhdukje, a kemi kësi lloj problemin? Kemi normal për fatkeq kemi këtë problemi, sepse të ne shpesher kemi paraqiten gjuhëtarët ilegal, të palicencuar, pa leje të gjuhëtisë, kështu që për fatkeq shpesh kemi edhe raste ku kemi vrasjen e ariut, dhisë egër, pastaj kaprollit e kështu me radhë. Këto janë disa nga specie që ndoshta rrezikohen dhe janë në zhdukje. Harrova të përmend se gjuhëtia në Kosovë tani menaxhohet sipas kriterëve të ligjit të gjuhëtisë, i cili është hartuar në vitin 2005, ndërsa është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2006. Ne si departament dhe divizion për gjuhëti dhe pylltari, me njerë kemi marrë në masa që sa ma mirë të bëhet implementimi këtij ligjit, sepse edhe gjuhëtia dhe kafshët e egra janë pasuri kombëtare, prandaj edhe kërkojnë një trajtim të veçantë. Dhe jo çdo kush mund të gjuajë, në fakt, janë disa rregulla, dhe cilat janë rregullat që duhet të ndjekur ai i cili dëshiron të gjuajë, dhe për licencën do doja të di ndoshta se si janë proceset e licencimit. Thash pak më parë që me njerë pas hartimit të ligjit, ne kemi hartuar edhe 12 udhëzime tjera, vërtet 13 udhëzime administrative, që ndihmojnë ma lehtë implementimin apo zbatimin e ligjit të gjuhëtisë. Një ndër to është edhe ligji për sezonën e gjuhëtisë, ku veç është hapur tani sezoni. Tani veç është hapur, por në këtë udhëzim janë të gjitha llojet e kafshëve të egra, të cilat duhet të gjuhen. E kanë kalendarin e gjuhëtisë, për shembull deri e egër prej kësaj kohe në këtë kohë, dhia egër, pastaj kaprolli, pastaj shpendet. Çdo kafshë e ka kohën e hapjes dhe kohën e mbylljes. E tani brenda asaj kohe, Ministri i Ministrisë së Bujqësisë e hap sezonin e gjuhëtisë me një vendim të posaçëm, ku thotë që për vitin kalendarik 2015, shembull tani që jemi 2016, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë shpall të hapur gjuhëtinë në të gjitha vendgjuhëtitë e Kosovës. Po ky vendimi ka edhe do rregulla që duhet të... Cilat janë disa nga ato? E para është, lejoni këtu i kam... Po, mos mund t'i gjesh. Nëse do ju ndihmoj? Jo. Po, dhe rregullat duhet zbatuar. Po. Nga të cilët dëshirojmë të jemi pjesë e gjuhëtisë. Po, pra, së pari është se gjuhëtia duhet të jetë në përputhshmëri me gjithë kriteret e ligjit të gjuhëtisë dhe udhëzimit administrativ. Së pari, ata që dojnë të marrin pjesë në gjuhëti, duhet të marrin lejen prej menaxherit të vendgjuhëtisë. Po, çka është leja prej menaxherit? Sepse menaxheri shoqata gjuhëtisë apo menaxheri i vendgjuhëtisë i ka antar të vetë gjuhëtarë të antarësuar në shoqatën e tyre. Spari ata antarësohen, pasi ta antarësohen në shoqat, ata janë të obliguar të nështrohen provimit për aftësimin në kuadrën e gjuhëti. Sipas programit që ne kemi nxjerrë Ministria e Bujqësisë Pylltarisë Zhvillimit Rural dhe i ka lëndë të cilat lëndë praktike dhe teorike, i cili duhet të mësoj ato lëndë, pastaj të nështrohet provimit, pasi e merr provimin për gjuhëtar, duhet të nështrohet edhe provimit për marrjen e lejes për armë të gjuhëtisë, sepse për fatkeqësi në Kosovë
Në durët e shumë qytetarëve kemi armë, ndoshta edhe pa leje, e që e marrë në emën të armës të gjuetisë. Sepse arma e gjuetisë, ajo trajtohet edhe me ligjin për armet, që është hartuar nga Ministria e Punëve të Mbrojtshme, mirë po edhe me ligjin e gjuetisë, sepse ligji i gjuetisë i trajton vetëm armët dhe municionin e përshtatshëm për gjueti. Kur duhet gjuetari më marrë, çdo gjuetar ka drejt të bartë armën e gjuetisë dhe me çfarë arme, me çfarë lloj arme të gjuaj kafshën e caktuar, për shembull. Po, do thotë janë të përcaktuara të gjitha këto me ligj. Por të ne e dim që kemi pasur shumë raste ku është keq përdorur kjo armë. Është verifikuar, ka ndonjë mundësi të verifikuar nëse është në ndonjë shoqatë të gjuetarëve apo diçka personi i cili aplikon për leje të kësaj lloj arme? Po, kemi pasur raste për fat keq. Ne kemi edhe inspektorët e gjuetisë dhe pilltarisë, ata çdo ditë janë në terren dhe për fat keq hasin e gjuetarë të paligjshëm, gjuetarë që bartin armë pa leje, kanë bërë denoncime, po të shohim. Po, se si do të rrjedhë. Po. Dhe cila është gjendja shëndetësore e shpezëve dhe kafshëve? Thash më herët, për fat mirë, gjendja shëndetësore është e mirë. Është e mirë. Edhe shpendëve, edhe e kafshëve të mëdha, si që quajmë në ministri. Po, duhet të kemi kujtesë dhe bëj apel nga kjo studio të gjuetarët, edhe të licencuar, edhe të njerëzit që merren me gjueti, që t'i kursejmë sa do pak kafshë të egra, t'i rujmë ato, t'i gjujmë ato vetëm kur është kalendari dhe sezoni i hapur i gjuetisë dhe kur e ka lejen prej menaxherit të vend gjuetisë. Sepse çdo menaxher i vend gjuetisë është i obliguar të hartoj planet menaxhuese brenda vitit. Në ato plane menaxhuese ai e përcakton për sezonin e gjuetisë. Për sezonin e gjuetisë, për sezonin e gjuetisë, shoqata gjatarëve, shembull e Prishtinës, këtë vit do të gjujë dhe dera tegër për shembull, 5 lepuj apo 15, kaq ujq, kaq e tjera. Prandaj kur përmbushet ai plan, gjuetari duhet të jetë i vetëdijshëm që tjetës kafshë me gjujt, duhet të respektoj edhe rregulloren dhe planin e menaxhimit të menaxherit të vetë. A është duke u respektuar kjo rregullore? Disa menaxherë e respektojnë, disa jo, sepse të gjuetia është shumë e veçantë. Normal që ne të gjithë jemi të obliguar të respektojmë ligjet, apo? Dhe udhëzimet. Po kot është nëse ne nuk respektojmë etikën tonë, moralin tonë dhe kodin e gjuetisë. Prandaj një gjuetar që respekton, ajo është obliguar patjetër të respektojë ligjin, po sa të pak kur e ka moralin dhe etikën, ai më të vërtet renditet në gjuetarin më të mirë dhe mund të sjellë edhe trofe në shoqatën e vet apo në të Dhe si janë duke funksionuar shoqatat e gjuetarëve? Cilat janë kushtet e tyre? Jo thonë drejt kështu. Për fat keq nuk po zbatohet mirë ligji i gjuetisë, për këtë arsye keni vendosur dhe ta ndryshoni. Kemi vendosur dhe ta ndryshojmë. Në cilat pika? Pikat kryesore është se me ligjin e gjuetisë në Kosovë kemi 3 lloj vendgjueti. Vendgjuetit private, të përbashkëta dhe me rëndësi të veçantë. E tash, kush i themelon këto vendgjueti dhe kush i menaxhon? Vendgjuetit private i themelon pronari i tokës së tij, po e merr një pëlqim nga ministria. Bon kërkesë, thotë se në pronën time do të themeloj këtë vendgjueti. Tojnë vendgjuetit private, ndërsa vendgjuetit e përbashkëta janë ato vendgjueti që themelojnë edhe në toka private, po edhe në toka publike apo shtetërore. Kush i themelon këto vendgjueti dhe kush i menaxhon? Këto vendgjueti i themelojnë kuvendet komunale, sepse ligji i gjuetisë ju ka dhënë kompetenca drejtorive përgjegjëse për bujqësi, pilltari dhe zhvillim rural që t'i themelojnë të vendgjueti dhe t'i japin në menaxhim, por me pëlqimin para prag të ministrisë. Dhe në tre kemi vendgjuetit me rëndësi të veçantë që i themelon qeveria dhe i menaxhon qeveria. Këso lloj vendgjueti kemi
keni ndëgju për Blinajen, aty zakonisht kultivohen kafshë e rralla dhe të recikura, kaprolli, deri, flanzat dhe disa lloje të tjera. Dhe një vendgjuhëti tjetër të rjetë kemi në Duboçak, ashtu thirret që gjendet edhe në komunën e Mitrovicës, Skënderajt dhe Zupin Potokut. Ai ka rreth 6.000 hektar, pa ajo është vendgjuhëti e hapur. E tani, mas e 80% Kosovë kemi vendgjuhëti të përbashkëta, që duhet t'i themelojnë komunat dhe t'i japin menaxhim. Për këtë arsye agjendën nuk e kemi të mirë në Kosovë, sepse disa komuna për fatkeq kanë qenë shumë neglizhente, që nga viti 2007 nuk i kanë themelu dhe nuk i kanë dhënë menaxhim. Kështu që me ato me gjuhëti atje merren shoqatat të cilat janë kriju më herët, sepse ligji i gjuhëtisë thotë komuna brenda 2 viteve duhet t'i themeloj vendgjuhëti të përbashkëta dhe t'i jep në menaxhim. Deri në themelimin e këtyre vendgjuhëtive dhe dhënë menaxhim, me këto vendgjuhëti menaxhon shoqata regjistruar më herët. Po. Dhe jemi në fund të bisedës, do doja të di vetëm edhe çfarë bëhet me ato kafshë apo shpezë të cilat gjuhen. Po, çdo kafshë e vrarë është pranë e gjuhëtarit dhe menaxherit e vendgjuhëtisë, sepse gjuhëtari është i antarësuar në atë shoqat dhe edhe kafsha e gjuhëtur është pranë e tij, por edhe me pëlqimin e menaxherit të vendgjuhëtisë. Po. Mirë, ishin këto minutat e rezervuara për sonte, besoj të takohemi sërish për temat e radhës. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Faleminderit edhe juve.